Komandanti I Kraut Jugor të NATO-s, admirali Mark Fitzgerald, tha sot në Prishtinë se të gjitha institucionet që nuk janë në pajtim me rezolutën 1244 janë të paligjshme dhe paraqesin rrezik për sigurinë. Gjatë një vizite në Kosovë, ai tha se gjendja e sigurisë në vend është përmirësuar dukshëm gjatë 2 viteve të fundit dhe kjo ka mundësuar shkurtimin e trupave të KFOR-it, përgjegjësitë e të cilit do të kalojnë tek institucionet e vendit. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Komandanti I Krahut Jugor të NATO-s, admirali amerikan Mark Fitzgerald, tha sot në Prishtinë se aleanca është e shqetësuar për strukturat paralele që sipas tij paraqesin kërcënim për sigurinë. Gjatë një vizite në Kosovë ai tha se forcat paqëruese janë të gatshme për të përballur me çdo veprim të dhunshëm, por ato nuk janë në veri për të zbatuar strategjinë e paralajmëruar nga zyrat civile ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës për integrimin e asaj pjese të Kosovës që në radhë të parë parashesh bërjen e strukturave paralele. Institutions that don't fall under UNSCR 1244 that are illegal are a threat to a safe and secure. Institucionet që nuk janë në pajtim me rezolutën 1244 janë të paligjshme dhe paraqesin kërcënim për sigurinë. Siç e ka thënë edhe sekretari I përgjithshëm, ne në NATO jemi të interesuar për çdo gjë që I ndihmon një Kosovë demokratike dhe më të bashkuar. Admirali Fitzgerald tha se gjatë 2 viteve të fundit situata e përgjithshme e sigurisë është përmirësuar dukshëm. Ai nënvizoi se dita e djeshme, e cila shënoi 2 vjetorin e pavarësisë së vendit, ishte një moment historik. Kosova, tha ai, ka shënuar një përparim të dukshëm, megjithëse ende ka probleme serioze, siç janë zhvillimi ekonomik dhe sundimi I ligjit. Ai tha se situata e përmirësuar ka mundësuar shkurtimin e trupave të KFOR-it, I cili vazhdon të mbetet I përkushtuar për ruajtjen e paqes dhe të sigurisë. In the upcoming months, we will continue to turn over more responsibilities to the institutions in Kosovo. Në muajt që vijnë, ne do të vazhdojmë të kalojmë më shumë përgjegjësi tek institucionet e Kosovës dhe shkurtimi I KFOR-it do të ndodhë në pajtim me përparimin në terren. Në këtë kuadër ai tha se NATO-ja ka marrë përsipër ngritjen e forcës së sigurisë në proces që do të zgjasë deri nga viti 2012, kur besohet se ajo do të jetë e kompletuar. Once the force reaches full operational capability, I think then it's up to the institutions in Kosovo as to how they will take. Kur ajo forcë të arrijë kapacitetet operacionale, atëherë është çështja e institucioneve të Kosovës se a do ta çojnë përpara atë. Por përgjegjësia jonë është që të arrijmë atë pikë, duke ngritur një forcë që do të jetë e gatshme për të përballur me situata krizash në vend, përfshirë edhe operacionet e kërkim shpëtimi, siç ishte përfshirja e forcës së sigurisë në operacionet e autoriteteve të Shqipërisë muajin e kaluar. Që nga fillimi I këtij muaji në Kosovë kanë mbetur vetëm 10.000 trupa të KFOR-it, ndërsa shkurtimet të mëtejshme do të varen nga zhvillimet në terren. Në këtë kuadër, autoritetet e NATO thanë se një pjesë e përgjegjësive nga fusha e sigurisë do t'i kalojë policisë së Kosovës, përfshirë edhe mbrojtjen e monumenteve kulturore dhe fetare. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.